veç edhe presidentin Akamete dhe krejt në vi. Ose presidentja, pa para gjykim të gjinis. Kemi bërë shumë përpjekje zonja kryetare që rreth kësaj çështje të kemi pajtueshmëri të plotë dhe për aq sa kuptova tashmë është arritur dakordim për tekstin e rezolutës nga të gjitha grupet parlamentare, mirëpo ne insistojmë që kjo pikë të trajtohet si pikë e parë e rendit të ditës. Nuk besoj që ky kuvent ka diçka më të rëndësishme për të trajtuar se kjo pikë. Për më tepër që zonja kryetare, kjo flet shumë edhe për kulturën politike që është duke mbizotruar në Kosovë tani e disa vite. Propozimin për rezolutën ne e kemi mbështetur. Kemi propozuar që të dërgojmë deputetët tanë për të konsultuar edhe dhënë kontributin për këtë rezolut. Nga java e kaluar, unë kam kontaktu personalisht dhe kam kërku që të ftohen deputetët tanë, që të marrin pjesë me kontributet e tyre në rezolut. Në mbledhjet e kryesisë, na u tha aty për aty me njerë që tjetë pike parë rendi ditës, 2 deputetët tanë, Ardian Gola edhe deputeti Adnan Rustemi, kanë punuar deri mbrëm vonë, sepse kemi marrë draftin nga PDK-ja, dhe me thënë edhe njëherë të mërkurën. Kam pas takime sot dhe unë besoj që janë para finalizimit gjithësisht dakordimit të përmbajtjes së rezolutës. Mendojmë që rezoluta jonë është rezolutat të cilën e kemi propozuar këtu dhe masat janë tepër të rëndësishme që të trajtohen para marrëveshjeve ndërkombëtare. Rëndom në shqyrtimet parlamentare kur një çështje diskutohet dhe nuk i vije radha e votimit ose për mungesë kvorumi, bartet në seancën tjetër dhe vihet në fillim. Prandaj propozoj që kjo të vije para marrëveshjeve ndërkombëtare. Domethënë ti ndrohet renditja votimit të rezolutës sonë. Faleminderit. Atëherë ky propozim miratohet nga deputetët e kuvendit, 86 deputet kanë votuar për, veç edhe presidentin Akamete dhe krejt në vi. Ose presidentja, pa para gjykim të gjinis.